Vetëm ke kujdes nga burrat, ose gjë tjetër. Unë mbyt nga babësia. Shqipëria 2030 është vetëm një slogan. Europën, demokracinë dhe Shqipërinë vetëm për të shpëtuar vetën. Qytetarët që kanë ndërtuar vetë në të ekonominë e tregut, të armën e fëmijëve tanë. Jemi sot këtu por duhet të thënë ndërshmëri kur evitat çështjes projekti kombëtar janë të vëllë. Ne respektojmë mendimin ndryshe, edhe heqje. Ka dështuar ndaj prindërve tanë, ka dështuar ndaj pensionistëve dhe mbi gjitha ndër shqiptari, ju që punoni 2 ose 3 punë për të mbajtur fëmijët në shkollë. Historia nuk do të pyeti sa vjeç ishe, por çfarë bëre kur ishte rradha jote? Kjo nuk është krizë, kjo është dramë kombëtare. Duan të na ulin kokën. Ti falenderojmë për thërrimet, të heshtim që konsumim asgjë. Ne duam Shqipëri, që gjithë grajnë lama, ne duam Shqipëri, që gjithë... e qeverisë në cilë të flasë për dështimin e qeverisë në arsinë, të flasë për dështimin e qeverisë në populimin dhe abuzimin, pasuria publike. Ishim në pragun e një grushti shteti brenda shtetit. Edi Rama prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presionet të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkëhajdutën e 50 milionë eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkëautorën e vjedhjeve të qindra milionë eurove,